Një nga tragjeditë më të rënda të viteve të fundit ka goditur Tajlandën. Të paktën 27 persona humbën jetën dhe dhjetra të tjerë mbeten të plagosur pasi një zjarr i fuqishëm shpërtheu në një lokal nate në Bangkok pak para mesnatës. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë momentin kur flakët përfshin brenda pak sekondash godinën, ndërsa klientët vrapojnë të tmerruar për të shpëtuar. Në video shihen edhe persona që përpiqen të shuajnë flakët nga trupat e viktimave. Sipas autoriteteve tajlandeze, dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një shkurtim elektrik në sistemin e kondicionimit të vendosur në tavan. Megjithatë, policia po heton edhe mundësinë e negligjencës, pasi ka dyshime se daljet e emergjencës ishin të bllokuara, duke u bërë pothuajse të pamundur njerëzve largimin nga lokali. Një mbijetuar tregoi se 2 nga miqtë e saj humbën jetën, ndërsa 2 të tjerë shpëtuan vetëm sepse kishin dalë jashtë pak çaste më parë për të pirë cigare. Ajo rrëfen se gjithçka ndodhi brenda pak sekondash. Ekspertët e mjekësisë ligjore shpjegojnë se shumica e viktimave nuk humbën jetën nga djegjet, por nga asfiksia. Brenda lokalit kishte materiale izoluese me shkum, të cilat gjatë djegjes mund të kenë çliruar gazra shumë toksik, duke bërë që njerëzit të humbin jetën në pak minuta. Ndërkohë, ekipet e shpëtimit kontrolluan me elektrik çdo cep të lokalit në kërkim të mbijetuarve, ndërsa jashtë dhjetra familjar prisin me ankth lajme për të afërmit e tyre. Një punonjës 24 vjeçar i lokalit tregoi se u përpoq disa herë të hynte mes flakëve për të shpëtuar vëllain e tij, por tymi i dendur dhe temperatura e lartë e bën të pamundur çdo përpjekje. Hetimet për shkaqet e plota të tragjedisë vazhdojnë, ndërsa zjarri konsiderohet një nga katastrofat më të rënda në ambiente publike në historinë e fundit të Tajlandës.